Nëse ti don më shku në Evropë ose me ndjek ligjin që thotë do të mi parapa gjithmonë kërkesat e persona me aftësi të kufizuar. Jam Lumdita Idriza, jam drejtoresha Hendikosit në Istag. Në këtë rast jam edhe koordinatora apo se me quajtë pjesë e ekipit e auditimit social për komunën e Istogut. Projekti madhor i rregullimit të shtratit të lumit në Istog do të pësojë ndryshime si rezultat i punës së 22 aktivistëve të këtij qyteti. Të mbledhur rreth projektit të auditimit social, aktivistët e shoqërisë civile mbikëqyrën nga afër cilësinë e punimeve në rregullimin e rrugëve në komunë dhe projektin e shtratit të lumit. Se kam kohë gjatë që punoj në Hendikos, por për shembull pjesa e auditimit social ose projektet e tilla jo s'kam marr pjesë asnjëherë. Gjatë punës që 3 muaj që jemi të punu së bashku, jam ndjer shumë e lumtur, e kënaqur dhe se kom ditë që për me të vërtet na mujna me bë ndryshime dhe mi gjet për shembull pengesat ose me dhënë rekomandime për një punë caktuar, sidomos kur është pyetje për personat me aftësi të kufizuar. Të trajnuar në një program të specializuar të mbështetur nga projekti Demos, aktivistët u aftësuan të identifikojnë çdo detaj të projekteve të implementuara nga niveli lokal. Transparenca, siguria, qasja, kualiteti, ndikimi në ambient e shumë standarde të tjera u kontrolluan gjatë punës 3 muajore në terren. Sa i përket që ti shtratit, e shohim na si shtrat mirë, por nuk e shoh që është aktiv për personat me aftësi të kufizuar, sidomos për përdorësit e karrocave. Ka mangësi në lëvizje, mirë po sipas komunës në të ardhmen po mendohet që ka më bë edhe na kemi kërkuar edhe një vend parking, për shembull për përdorësit e karrocave, për personat e verbër, edhe një vend parking për shembull për personat që janë përdorës karroca me veturën, me vendosje dhe me pasqasje. Kemi gjetë shumë, them të drejtën, pengesa, kemi gjetë që nuk janë realizuar, sidomos gjatë ndërtimit nuk ka pas shirit për shembull që shkruan ose mos më hip punëtorët, njerëzit rrugës ose për shembull edhe kafsht, se është vend banim. Edhe nuk ka pas siguri, nuk ka pas shenja sinjalistike që tregojnë që janë duke ndërtuar punimet, po sidomos në Mozhevina atë kur ndërtuaj është edhe rrugë kryesore, se automjeti i tyre gjatë punës ka dalë edhe jashtë rrugës, për shembull i ka penguar automjeti. Kemi gjetë mjaft, kemi gjetë edhe të shtrati i lumit Mozhevina në fund aty që ka kanali i ujitjes, edhe që është shumë i thellë dhe aty kish shumë fëmijë në atë vend banim, është i rrezikshëm për personat. Aktivistët e Istogut hartuan 27 rekomandime për komunën e cila në takime dhe deklarata publike u zëtua se do t'i implementojë gjatë fazave të tjera të projektit. Domosdoshme sepse ata do të është me patjetër, nëse ti don më shku në Evropë ose me ndjek ligjin që thotë do të mi parapa gjithmonë kërkesat e persona me aftësi të kufizuar. Më e rëndësishmja është më marr parasysh gjithmonë kërkesat, për shembull se çdo gjë që ndërtohet në komunë të merren parasysh kërkesat tona ose të pyetet për shembull Hendikosi në këtë rast që i din më së miri kërkesat edhe nevojat e persona me aftësi të kufizuar. Siç është edhe moto që edhe sot edhe përsërita, asgjë për ne pa ne. Askush nuk mundet me ditë për neve më mirë se sa ne. Projektet e monitoruara nga ekipet e auditimit social janë financuar nga granti i performancës komunale. Ky grant u ndahet komunave si shpërblim për qeverisjen e mirë. Duke zhvilluar auditimin social, synohet që të sigurohet një kualitet i kontrollit dhe zbatimit të standardeve të larta të cilësisë.